Të gjithë hani kastravec, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës, diabeti dhe tretjes. Konsumi i kastravecit ju sjell shumë përfitime shëndetësore që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Dëgjoni disa nga përfitimet që do të merrni nëse konsumoni të paktën një kastravec çdo ditë në dietën tuaj, sipas health.com. Kastravecët do të përmirësojnë hidratimin më të mirë të trupit tuaj. Është i njohur për sasinë e lartë të përqindjes së ujit në të. Uji pastron trupin dhe largon toksinat. Ju mund të merrni të paktën 40% të konsumit tuaj ditor edhe nga konsumi i ushqimeve. Kastraveci është i përbërë në masën 95% nga uji. Pra, nëse jeni duke ngrënë një kastravec në ditë, ju keni ngrënë dhe keni pirë në të njëjtën kohë, citon studimi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Kastravecët kanë vetëm pak kalori. Kastravecët janë të pakën në kalori dhe përmbajnë afër 15 deri në 17 kalori dhe veç kësaj ato janë të pasura me vlera të larta ushqyese, fibra, proteina, vitaminë C, K, mangan, hekur, zink dhe magnez. Pjesa më e madhe e lëndëve ushqyese, fibrat, gjenden në pjesën e jashtme të lëkurës. Kastravecët ju ndihmojnë të humbisni edhe në peshë. Për shkak të kalorive të pakta dhe fibrave të shumta, kastravecët janë në favor edhe për të bërë pjesë e dietës suaj për të humbur kilograme të tepërt. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin e mukozës së gojës. Nëse mbani të paktën një fet kastraveci në gojën tuaj, edhe për pak sekonda ju do të keni larguar të gjitha bakteret dhe kështu do të largoni edhe erën e pakëndshme nga goja juaj. Kastravecët janë të mira edhe për të stabilizuar kështu llogarit e sheqerit në organizëm. Kastravecët përmbajnë disa antioksidantë të cilët reduktojnë stresin oksidativ duke ndihmuar kështu në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe sheqerit në gjak. Kastravecët janë një aleat e organizmit tuaj edhe në uljen e niveleve të stresit. Është i njohur si një përdorues për uljen e niveleve të ankthit dhe të stresit. Ndihmon në shëndetin e flokëve, thonjve dhe të lëkurës. Kastravecët përmbajnë vitaminën A, B, C, K, mangan, bakër, kalium që janë të rëndësishme për të krijuar një sistem imunitar të shëndetshëm. Dhe kur trupi dhe sistemi imunitar janë të shëndetshëm, shpesh kjo reflektohet në flok, në thonjë dhe në lëkurën tuaj. Përveç kësaj, kastravecët janë të pasur me silic, i cili është i nevojshëm për zhvillimin e indeve të forta, lidhse dhe të shëndetit. Kastravecët përmbajnë përbërje sulfurike dhe gjithashtu janë çelësi për të ndihmuar në rritjen e shpejtë dhe të fortë të flokut tuaj. Sipas një artikulli të botuar nga Kolegji Huntington i shkencave të shëndetit, squfuri ka aftësinë për të formuar lidhje të forta që kontribojnë në flok të shëndetshëm. MSM, e cila përmban squfur, është gjithashtu e nevojshme për formimin e keratinës dhe thonjtë dhe flokun tuaj të shëndetshëm. Kastraveci do të përmirësojë nivelet tuaja tretëse. Siç e përmendëm në fillim të kësaj video, kastravecët përmbajnë nivele shumë të larta të ujit, gjithashtu edhe të fibrave. Së bashku, këto dy lëndë ushqyese thelbësore ndihmojnë në lëvizjen e ushqimeve në trupin tuaj, duke promovuar kështu bakteriet e mira dhe në zorë të rregullt, lëvizjen e saj dhe duke parandaluar kështu edhe problemet e kapsllëkut. Kujdesi për shëndetin e zemrës do të jetë më i lartë me shtimin e kastravecit në dietën tuaj. Është i njohur gjërësisht se nivelet e kaliumit ndihmojnë muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmojnë që zemra të lëviz gjakun e pastër dhe të shëndetshëm në mënyrë efektive. Në të kundërt, hulumtimi ka gjetur se kaliumi shumë i vogël mund të kontribojë edhe në sëmundje të ndryshme kardiovaskulare. Përfshirja e kastravecit në dietën tuaj mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese. Ai mund të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj të kockave. Kastravecët janë të pasura me vlera të vitaminës K, e cila është shëndet i mirë për kockat. Një kastravec së bashku me lëkurën e tij do të furnizojë me mbi 20% të sasive të rekomanduara ditore të kësaj vitamine. Kjo lëndë ushqyese është e nevojshme për forcimin e kockave dhe disa studime kanë lidhur atë me vetitë e ulta të vitaminës K që shfaqen te osteoporoza dhe rritja e riskut të frakturave. Kastraveci do të ndihmojë ndjeshëm edhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Kastravecët përmbajnë 10 antioksidantë të ndryshëm, duke përfshirë flavonoide të cilat janë të njohura gjithashtu edhe për të mbrojtur nga sëmundjet e zemrës. Gjithashtu,
Kastravecët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të mbajtur trupin tuaj më të hidratuar. Një kastravec mesatar përmban 197 gram lëng. Shtimi i kastravecit në ujë ju ndihmon për të qëndruar edhe më shumë të hidratuar gjatë ditës. Kastraveci do të jetë një mundësi shumë e mirë për të mbajtur nën kontroll peshën tuaj trupore. Kastravecët kanë vlera të ulta kalorike dhe përmbajnë fibra dhe lëngje. Kjo ju ndihmon që të humbisni kilograme të tepërt. Kastravecët mund të qetësojnë gjithashtu edhe problemet tuaja të lëkurës. Vendosja e një fete kastravec në sy do të qetësojë menjëherë lëkurën poshtë tyre. Ato përmbajnë antioksidant dhe ujë, çka përmbajnë gjithashtu vitaminat C dhe kafeinë, një kimikal natyror që posedon veti antiinflamatore. Gjithashtu, prej shumë kohësh ajo është përdorur edhe në qendrat estetike për të trajtuar edhe problemet të rrafëve të errët poshtë syve. Kastraveci është një aleat shumë i mirë kundër erës së keqe të frymës suaj. Një shkak i zakonshëm është era e prodhuar nga bakteriet që sulmojnë grimcat e ushqimeve të bllokuara. Lëngu i kastravecit, si edhe prodhimi i përshtymes, mund të jetë shkaku që përshtyma juaj mund të ketë erë të keqe, por nëse përdorni kastravecin në dietën tuaj, kështu do të ndjeheni më të hidratuar dhe do të keni gjithashtu më pak probleme me erën e keqe të gojës. Ekspertët sugjerojnë vazhdimisht përdorimin e kastravecave në dietën tuaj, duke ditur kështu edhe rëndësinë e tyre të madhe ushqyese, do ta keni më të lehtë të merrni përfitime dhe të mbani larg edhe komplikacionet të shëndetit. Konsumi i të paktën një kastraveci çdo ditë mund t'i ofrojë trupit tuaj të gjitha elementet më të mirë ushqyes. Që në kohët antike kastravecat janë përdorur në Indi si vakt, por edhe në mjekësinë tradicionale. Kjo sepse në vende të ngrohta si India, kastravecat sigurojnë hidratim dhe freskinë e nevojshme të trupit për aktivitetet ditore. Gjithashtu, sipas Medical News Today, do të rendisim disa përfitime të tyre. Ato mund të ndihmojnë në humbjen më të mirë të peshës dhe menaxhimin e duhur të trupit. Përmbajtja e lartë e ujit e kastraveci ju ndihmon të ndjeheni të ngopur, duke kontribuar kështu edhe në kontrollin edhe kundër mbingrënies. Kastravecët nuk përmbajnë yndyrë dhe janë një nga elementet me më pak kalori. Prandaj janë një zgjedhje e shkëlqyer për çdo që përpiqet të humbas kilograme të tepërt. Kastravecët do të zvogëlojnë gjithashtu edhe riskun e problemeve të shëndetit të tretjes. Tretja do të përmirësohet më mirë me shtimin e kastravecit në dietën tuaj të rregullt. Kastravecët përmbajnë fibra dietike dhe një sasi të mirë të ujit, të cilat ndihmojnë edhe në këtë aspekt. Vitaminat e kastravecit ndihmojnë gjithashtu për të përmirësuar funksionet e sistemit tretës. Konsumi i një kastraveci çdo ditë mund të zgjidhë probleme të cilat lidhen me shëndetin tuaj të zorrve. Trupi do të marrë një hidratim më të mirë me shtimin e kastravecit në dietën tuaj. Rreth 95% e kastravecit është e përmbajtur nga uji. Kështu që ngrënia e tij çdo ditë do të përmirësojë edhe nivelin e hidratimit në trupin tuaj, e cila nga ana tjetër do të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj, në një mënyrë krejt pozitive. Nëse jeni një person që harroni të pini ujë, atëherë konsumi i një kastraveci në dietën tuaj mund të jetë një term shumë i mrekullueshëm në këtë aspekt. Lëkura juaj do të jetë më butë dhe plot me shkëlqim me shtimin e kastravecit. Kastravecit e mbajnë trupin të hidratuar, gjë që është e dobishme për lëkurën. Për më tepër, ato përmbajnë vitamina B, si niacin dhe riboflavin, së bashku me vitaminën C dhe zinkun, të cilat janë thelbësore për mbajtjen e një lëkure të pastër dhe më të shëndetshme. Kastravecët gjithashtu përmban acid kafeik, i cili lufton acarimin dhe inflamacionet e lëkurës. Lëndët ushqyese të kastravecave ndihmojnë për të luftuar shenjat e plakjes dhe problemet e lëkurës. Cilësia e flokëve do të përmirësohet ndjeshëm me shtimin e kastravecave në dietën tuaj. Vitaminat B të pranishme të kastravecat janë shumë të dobishme për lëkurën e kokës dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme. Kastravecat përmbajnë edhe kalium, magnez, vitaminën K. Këto tre lëndë ushqyese janë të rëndësishme për funksionet e duhura të sistemit kardiovaskular. Vitamina K shërben gjithashtu si një faktor jetësor për mpiksjen e gjakut dhe rregullimin e niveleve të kalciumit në gjak. Nivelet më të ulta të magnezit dhe kaliumit janë të lidhura me tensionin. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.